Evropa e korruptuar na jep leksione, kur sapuni i von der Leyen na shitet për djath. Në një kohë kur Shqipërisë i kërkohet të ecë përpara në rrugën e drejtësisë, të luftojë korrupsionin dhe të përqafojë vlerat evropiane si sundimi i ligjit dhe të drejtat e njerëzit, është më se e drejtë të shtrojmë një pyetje thelbësore. Kush na jep leksione dhe çfarë morali mbart ai që po na e lexon këtë ligjëradh? Sepse nuk mund të kalojmë pa koment një fakt që gjithnjë e më shumë po zë vend në sallat e debatit evropian. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, është vetë subjekti një sër akuzash për korrupsion. Konflikt interesi dhe lidhje të dyshimta me kompani të mëdha farmaceutike. Hipokrizia që vjen nga maja e BE-s. Ursula von der Leyen është përballur me kritika të ashpra nga eurodeputet të shumë për mënyrën se si janë menaxhuar kontratat për vaksinat gjatë pandemisë së COVID-19. Ajo akuzohet për mungesë transparence në komunikimet me drejtuesin e Pfizer, Albert Bourla, për kontrata që kapin miliarda euro të taksapaguesve evropian. Më shqetësuese është fakti që këto marrëveshje janë bërë përmes mesazheve private, të cilat më pas u zhdukën, duke ngritur dyshime serioze për shkelje të rënda etike dhe ligjore. Në vend që të japë llogari, von der Leyen është përpjekur të shmangë çdo përgjegjësi publike. Parlamenti Evropian ka ngritur pikpyetje të qarta për rolin e saj në këto marrëveshje, madje ka kërkuar edhe hetime të pavarura. Por pavarësisht shurmës, presidentja e Komisionit vazhdon të flasë për vlera evropiane, për drejtësi dhe transparencë, ndërkohë që vetë ecën mbi një tokë të lagur nga dyshimet. A është Europa në krizë të vlerave? Nëse leadershipi i Bashkimit Evropian është i përlyer me skandale, çfarë garancie kemi ne, qytetarët e vendeve kandidate, që procesi i zgjerimit do të jetë i drejtë dhe jo i mbushur me kritere të dyfishta? Kur Ursula von der Leyen na kërkon që të luftojmë korrupsionin, ndërkohë që ajo vetë përmendet në raporte hetimore për sjellje korruptive, ndjenja e padrejtësisë na e ngulfat frymëmarrjen. A nuk është pikërisht kjo ajo që e bën Evropën të duket gjithnjë e më shumë si një elitë burokratike e shkëputur nga realiteti, e ngopur me privilegje dhe e paftë të shohë hipokrizinë e saj? A nuk është pikërisht ky standard i dyfisht që po e largon qytetarin e thjesht nga ideali evropian? Një ftesë për reflektim. Shqipëria, për të gjitha problemet që ka të drejtën të kërkojë nga partnerët e saj evropian të njëjtin standard llogaridhënieje që BE-ja i kërkon Tiranës zyrtare. Nuk mund të kërkosh reforma në drejtësi kur vetë mban në krye figura të akuzuara për lidhje me korrupsionin. Nuk mund të promovosh të drejtat e njerëzit ndërsa në vendet anëtare si Greqia, Italia apo Franca, protestuesit rrihen me shkopinj e gaz lotësjellës për të drejtën e fjalës. Nuk mund të flasësh për sundim të ligjit, kur eurodeputet si Eva Kaili apo Mars Tarabella përfundojnë në hetime për korrupsion në akuzat për afera me Katarin, ndërsa Ursula von der Leyen ruan postin pa u lagur as nga shiu i kritikave. Pse është e rëndësishme të flasim? Sepse nuk mund të ndërtohet një shoqëri e drejtë mbi padrejtësi. Sepse nuk mund të ndërtojmë institucione të forta, nëse nuk kemi një model të pastër nga lart. Sepse nuk duhet të pranojmë më që na shesin sa punin për djath, siç thot populli. Sepse integrimi në Bashkimin Evropian nuk mund të jetë një akt nënshtrimi përballë një moraliteti të korruptuar, por një kontratë reciproke për vlera të përbashkëta, e cila nuk duhet të zbatohet vetëm për të vegjëlit. Nëse Europa ka vërtet ndërmend të mbështesë vendet e Ballkanit Perëndimor, atëherë duhet të fillojë nga vetja. Duhet të pastrojë shtëpinë e saj nga korrupsioni, të kërkojë llogari nga drejtuesit e saj dhe të ndalojë së promovuari figura të dyshimta si modele moraliteti. Sepse në të kundërt nuk jemi duke ndërtuar një Evropë të vlerave, por një spektakël të shëmtuar hipokrizie, ku çdo fjalë për drejtësi vjen nga buzët e atyre që nuk kanë asnjë të drejtë të flasin për të. Dhe kur kjo ndodh, atëherë është e drejtë të ngrejmë zërin dhe të themi, na lini rehat me predikimet tuaja të zbrazta.